protestuesit dhe pjesa tjetër e protestuesve që tashmë janë orientuar për të vijuar në këtë drejtim. Ashtu sikurse neve pam në pamjet e drejtë për drejta, ishte Gazmend Bardhi ai që qëndronte dhe i orientonte protestuesit për të vijuar në këtë drejtim. Vijon pajësisht kjo protest Greta, të paktën deri në këto momente nuk ka pasur tensione të tjera përveç atyre që pam në bulevardin Jeanne d'Arc përballë drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit. Gjithë pjesa tjetër ka qenë një marrëshim tërësisht paqësor dhe pa asnjë lloj incidenti dhe asnjë lloj problematike përplasje apo akte dhune nga të dyja palët, në fakt, qoftë nga ajo e protestuesve, por edhe nga ana e efektive të policisë së shtetit. Ndërkohë që vijon hedhja e shisheve me benzinë në kazanët e mbeturinave, duke ju vënë flakën atyre. Këto janë, po themi, nëse mund të cilësojmë akte të dhunshme, të vetmet momente të cilat situata, po themi, nuk ka qenë deri diku paqësore, por gjithsesi e theksoj edhe këtë element tjetër, Bruna, që në asnjë moment nuk ka shërbyer për të përplasur apo për të krijuar tensione. Tensione e kanë fjalën si ato që kemi parë në protestat, në dy protestat e mëparshme, qoftë atë datës 10 shkurt, por edhe në atë të 20 shkurtit, e cila ndoshta ishte edhe më e dhunshme dhe me përplasje më të forta mes policisë dhe protestuesve, ku sigurisht edhe masa e gazit lotësielës apo edhe shisheve molotov nga të dyja krahët, pra ishte në një masë të konsiderueshme. Ardit, jemi duke ndjekur pamjet e drejt për drejta teksa ti raporton dhe komenton gjithë ngjarjen në fjalë, po. Në këto momente jemi duke marshuar drejt rrugicave të zonës së ish bllokut, rruga që të çon drejt rrethrodullimit të sheshit Wilson. Shohim nëse do të vijohet në këtë drejtim apo do të ndryshohet sërish destinacioni, sepse kemi pasur disa herë gjatë kësaj proteste sotme që protestuesit kanë surprizuar me sjelljet, pra në momentet ku ka pasur pritshmëri për një përplasje apo tension, nuk ka pasur të tilla dhe protesta ka vijuar paqësisht ashtu sikurse e kemi ndjekur dhe kemi përcjell gjatë gjithë kohës në këtë protestë. Vijon tashmë ecje pas një ndalese disa sekondëshe në rrugën që sikurse e theksova me drejtim rreth rrotullimin e sheshit Wilson. Në fakt, Greta, po të ndalemi dhe të shohim protestat që Partia Demokratike ka organizuar për gjatë këtyre viteve. Kjo protestë mund të cilësohet unike nga të gjitha të mëparshmet, për shkak se i ka provuar protestat me dislokime të ndryshme të protestuesve në kryqëzime të ndryshme, protesta të dhunshme, protesta paqësore, protesta përballë parlamentit apo përballë institucioneve të ndryshme, qofto publike apo edhe institucione partijake siç Partia Socialiste, por një lloj proteste ecje përgjatë gjithë rrugëve kryesore të Tiranës, pra qendrës së kryeqytetit, të paktën deri në këtë moment nuk ishte eksperimentuar.